Ashpërsimi I rregullave për bashkimin familjar në Gjermani nuk ka frenuar fluksin e aplikimeve ku në krye të listës vijojnë të rënditen shtetas nga Ballkani Perëndimor, përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë. Të dhënat e publikuara nga Ministria e Jashtme Gjermane tregojnë se shqiptarët janë ndër aplikuesit kryesor për viza bashkimi familjar gjatë këtij viti, edhe pse qeveria federale drejtuar nga koalicioni CDU, CSU dhe Socialdemokratët ka shtrënguar ndjeshëm politikat e emigrimit deri më tani. Janë lëshuar gjithsej 101.756 viza për 5 kombësit me numrin më të lartë të kërkesave. Numrin më të madh të vizave e përbëjnë shtetasit turq me 14.907 viza dhe sirianët me 13.148, të ndjekur nga qytetar indian me 9.286 viza. Në këtë listë, Kosova rënditet e katërta me 7.143 viza të miratuara, ndërsa Shqipëria e pesta me 4.426. Sipas legjislacionit gjerman, drejta e bashkimit familjar vlen kryesisht për familjet bazë që përfshin bashkëshortët dhe fëmijët e mitur. Megjithatë, parashikohen edhe përjashtime në raste të veçanta, ndërsa një reformë e miratuar në mars të vitit 2024 zgjeron këtë drejtë edhe për prindërit dhe vjerrit e profesionistëve dhe punëtorëve të kualifikuar, me kusht që këta të fundit të jenë në gjendje të sigurojnë jetesën e të gjithë familjes. Ndërkohë, në muajin korrik, qeveria gjermane vendosi pezullimin për 2 vjet të ribashkimit familjar për personat me status mbrojtje të kufizuar, duke përjashtuar refugjatët e njohur. Për këtë kategori, bashkimi familjar lejohet vetëm në raste të vështira, ndërsa vijon të mbetet një çështje e ndjeshme në debatet mbi politikat e emigracionit në Gjermani.